Kryeministri Rama ka uruar mirëmëngjes qytetarëve shqiptar në rrjetet sociale me një postim për 15 vjetorin e 21 janarit, të cilin e quan një krim shtetëror të pashembullt në historinë e demokracisë së re shqiptare. Më pas, në konferencën e mbajtur para familjarëve të viktimave të 21 janarit, kryeministri Edi Rama bën fajtor SPAK kur tha se për vite me radhë bëri sikur kjo çështje nuk ekziston. Por ai u shpreh se kjo mazhorancë nuk ka tradhtuar asnjëherë zotimin. Është një gur që bëhet gjithnjë më i madh dhe që më tregon përmes një sekëllëdije të madhe se sa më i madh bëhet në çdo 21 janar zhgënjimi juaj të dashur familjar të 4 dëshmorëve, hidërimi juaj, pengu juaj për mosardhjen e drejtësisë. 15 vjet pa drejtësi për 20 janarin janë 15 vjetët e një padrejtësie të madhe, jo thjesht për disa, por mbi Shqipërinë dhe mbi popullin shqiptar. As përmbysja e sistemit vjetër të drejtësisë, as pavarësimi i pushtetit gjyqësor, dhe as rënja e kultit të pandëshkueshmërisë së individëve të veshur me pushtet politik nuk kanë mjaftuar gjermësot për ta zhdukur hijen e padrejtësisë mbi 21 janarin. Ndërkohë që në emër të drejtësisë dhe vetëm të drejtësisë së barabartë për të gjithë dhe të barazisë së secilit përpara ligjit, prej plot 6 vjetësh, ne u bëjmë atyre veç duvara dhe hosanara dhe u paguajmë rroga ku e ku më të larta se sa vetes dhe vetë presidentit Republikës, pa llogaritur justifikimin me durim dhe në heshtje nga ana jonë të gabimeve të tyre nga njëherë teje shqetësuese, si gabimet rritjes së një institucioni të ri dhe jetik për shtetin e së drejtës. Deri kur drejtësia e re nuk do ketë bërë gjyqin e vërtet të 20 janarit, ajo do të jetë një drejtësi gjithmonë e më e vjetër.